Pra ndodhë që dikush 40 vjetë, 50 vjetë shkon xhami, ngon ligjërata si çon xhumo, edhe tepër prej ditës xhumo, po i ndodhë që për 40 vjetë, 50 vjetë, nuk ka një asnjëherë asnjë fjalë për këtë figurë të madhe të historisë islame, për nipin e pejgamberit alayhis salam, Husejnin alayhis salam. Pse t'injorohet ose pse injorohet ky personalitet edhe kjo figurë, arsyet janë shumëta. Se na e njohim Husejnin, kur të vjen që kjo dita Ashurës si sot, në për televizor mediat me nxit presin, me i prezentu para botës budallakit e disave, kur ata e vajtojnë edhe e qojnë Husejnin. Kështu na e njohim Husejnin edhe pastaj lindin dilemat e njerëz, çka është puna e Husejnit. Arsyeja e parë pse injorohet personaliteti i Husejnit në ligjëratat e besimtarëve është friga nga kompleksi ose kompleksimi nga ajo se nëse flasim për Husejnin, mos po menon dikush se jena bo shia. Edhe pse 5 herë ditë namaz shon salavat vetë mbi Husejnin, edhe mbi familjen e pejgamberit alayhis salam, ama me përmend ka frikë, ka kompleks, se mos mi thot dikush kjo bo shia që e përmend. Kjo është arsyeja e parë e injorimit. Por kjo bie poshtë me njëherë me logjikën e asaj që e tham pak më herë. Se nëse shkojmë këtë logjik, pra ne nuk guxojmë as për Musën alayhis salam të folim, se mos po menon dikush se i na bo jahudi. Përshëndetje, selam aleikum, paqja e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miq, që në mban botës kudo që jeni, mirë se na keni ardhur në programin tonë. Hajde ju lutem të bëjmë tap like sa më shumë, që të njoftohen të tjerët që jemi këtu prezent. Mirë se erdhe Zeynep, hajde mos pritoni sa më shumë shtypni like, t'i bëjmë një 5.000 dhe 8.000, dhe kështu njoftohen të tjerët. Aleikum selam Zeynep, mirë se na erdhe. Shlyhen gjunahet e vitit kalum, por ja që Allah xhaleshon në Kur'anin e Kerim ka thonë se i falë Allah, ke gjunahet nuk ka pa qetër më kon koha e caktume, momenti kur ti pendohesh, Allahu yaghfiru dhunube xhami'an, i falë Allahu gjitha gjunahet, i falë Allahu me pendim gjitha gjunahet e mëdhaja, por përveç kësaj kur ti ja kujton dikuj agjerimin e ditës Ashurës, në juj, mos u fiksoni në ato, çka tha ai, apo çka tha ky, çka tha tjetri, sepse vetëm keni me mbet mbrapa, por duhet me shiku, me ul, çka unë mendoj për tjetrin, mos vallë po mendoj keq diçka, dhe ajo mund të më sjell të këqija tek unë, sepse kush ja mendon të keqen tjetrit, ajo e keqe ka me gjetë vetë. Është një fjalë popullore, kush ja qel gropën e tjetrit, në atë grop ka me ra vetë. Prandaj duhet me marrë jetën shumë me sinqeritet, shumë me dashuri, shumë me respekt ndër njerëzor, pa marrë parasysh që ndoshta ndonjëherë nuk na është krejt jeta kajmak, por çdo gjë që na ndodh në jetë është për të mirën tonë, për me na sprovu Allahu. Faleminderit Zeynep. Kështu pra të dashur miq, hajde po i bëjmë edhe pak tap te ti. Ya Allah, ya Mawla, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Allahi gjithë fuqishëm na jep dritë, na jep
se është kjo një begati e ju jeni të zgjedhurit e Zotit që sot keni qellu në këtë live, sepse aty ku lexohet fjala e Zotit, aty është begatia, shëndeti, gjitha të mirat dhe aty janë prezent edhe engjujt, edhe melaqet të cilat janë mesazherët e Zotit, janë të, si me thënë, personat posta, ashtu pra që na çon mesazhet, na mbartin lutjet e tona, prandaj edhe profeti Muhammed ka thënë që Zoti ka krijuar 14.000 lloje të engjujve, disa prej tyre janë ata të cilët i marrin lutjet tona dhe kalojnë pra përmes lutjeve tona, përmes salavatit dhe lutjeve ata i dërgojnë në konsiderat. Pra Zoti faleminderit Medina i ka në konsiderat lutjet tona, po dikush thot valla unë po lutem po s'po pranohet. Shikoni, është puna që çdo lutje e jon pranohet, por mvaret se na çka kërkojmë prej Zotit, sepse ka ndonjëherë lutje të cilat mund të themi se janë lutje që ne nuk e dim, po ato janë shumë të dëmshme për neve. Prandaj Zoti thotë janë 3 shkallë, janë 3 etapa apo 3 mënyra se si pranohen lutja. Kur lutësi thotë lutet mua, ndonjëherë tha prej disa prej tyre më njëherë ja pranoj lutjen. Disa ndoshta dikuj tjetër thotë Zoti ja marr në konsiderat dhe e pres momentin kur me ja pranu lutjen, sepse ndoshta në atë moment nëse ja pranon lutjen, ajo lutje nuk ishte me qenë e dobishme për to, ajo vepër, ai murat. Pra Zoti thot prit, thot se nuk është koha që lutja jote të pranohet, dhe e treta është kur Zoti thot do ta ndryshoj këtë lutje, këtë murad, këtë dëshirë tëndën me diçka më të mirë. Pra nga ta kthejmë lutjet pranohen, por na jemi njerëzit të cilët brengosemi dhe ndoshta edhe nuk besojmë në lutjen, por çdo punë e cila në vete përmban lutje, ajo do të thotë se është e plot. Ajo punë është e plot, është e plotësuar. Prandaj dhe ka raste kur njerëzit të cilët e kanë besimin më të luhatshëm thotë, ja, pra çka ka me punu, unë thotë, na ishim shkollën fillore, thëke po, tha, ju besimtarët, tha, ju musliman të luteni një arsimtari, shkollës fillore si fëmijë më në mend, edhe tregonte një tregim ironizues, edhe thoshte se qysh si u pas kanë lut njerëzit, një grup njerëzi edhe Zotja pas ka prun pulat të pjekme prej qiellit. Edhe na si fëmijë e kuptojshim që ajo është u bë ajgare, po ai kishte qëllimin, ai normal në kohën e komunizmit, kishte qëllimin që neve si fëmijë të na imponoj atë mosbindjen e tij në Zot, por normal se njerëzit besimtar, njerëzit e mençur që e besojnë Zotin, e besojnë edhe ato se fjala e Zotit thot udu yastajib lakum, më thirrni mua, unë jam aty. Prandaj edhe janë shumë gjëra të cilat Zoti të gjitha i ka, por një gjë që na e kemi Zoti nuk e ka. Edhe ajo është lutja, pra lutja sepse Zoti s'ka kujt me ju lut. Ai është Zot, ai është Allah, është i plot fuqishëm. Ai është Gafar, ai është që fal, ai që na jep rrezikun, ai që na jep shefatin e tjera. Prandaj, mirë se na keni ardhur dhe një herë miq të nderuar, ju që jeni këtu në TikTokun e vjetër, kaloni ngadalë te TikToku i ri, sepse do të fillojmë me ligjëratën për Jezu Krishtin nuk ka fe. Zonja Iqbale, pse Jezu Krishti nuk ka fe? Nora, shiko, feja do të thotë udhëzim.
Dhe Zoti në Kuran, në gjuzin e 2 e kemi lexu, Zoti ka thonë që feja është e imja. Pra, Jezu Krishti në atë kohën nuk e ka pas fejën e Krishtit, pra, se vetë ka qenë Krishti, si themi krishterizmi, apo Juda në kohën e Musës a.s. Jahudizmi, pra judeizmi, e tjera. Mirë po, Muhamedi nuk e kanë kthy pra fejën e profetit islame, nuk e kanë bë me muhamedizmi. Prandaj feja nuk është as e Krishtit, as e Muhamedit, as e Jezusit, as e Musës, as e Harunit, Nuhit, Ibrahimit, po feja, pra në një fjalë udhëzimi, është vetëm i Allahut. Por njerëzit e kanë prediku në etapa të ndryshme, në kohën e Jehudës, jehudizmi, në kohën e Krishtit, krishterizmi, në kohën e profetit Muhammed, islami. Por mbi të gjitha nuk ka 3-4 fe, po ka vetëm një fe. Edhe ajo fe emrin nuk e ka as islam, as diçka tjetër, po e ka emrin paqe, nëse flasim në gjuhën shqipe. Pra, kur e flasim komplet fjalin në gjuhën shqipe, atëherë duhet ta marrim edhe si përkthim fjalën paqe. Islam do të thotë paqe. Që ky islam ka qenë edhe në kohën e Ademit a.s., edhe Isës, edhe Nuhës, Musës, Iliasit, Zekeria, Salihut, profetit Muhammed. Pra, i njëjta fe e Allahut ka qenë, vetëm se udhëzimet kanë qenë në për etapa të ndryshme. Prandaj Jezusi e ka fen, madje thot edhe në Kuran që thot, unë jam musliman, po prapë është gabim përkthimi. Si mundet me qenë Jezusi musliman, kur ai është idhtarët e tij janë të krishterë. Por përkthimi, ose Ibrahimi a.s. thot në Kuran, ene minel muslimin, unë jam prej muslimanve. Edhe Musa e thot, unë jam musliman. Tash është pak absurde na me kufizu fen e Zotit në fen islame, krishtere, jahudise. Këto janë 3 fete mëdha ibrahimike, se ka edhe tjerat, për shembull budizmi e ku ta di unë, kinezët kanë fete ndryshme. Prandaj motra po, Nora, Jezusi e ka pas fen, emri e asaj feje është paqe. Profeti Muhammed e ka pas udhëzimin, emri asaj feje, atij udhëzimit është paqe. Jezusi, Musa e tjerë. Por çka atëherë me musliman? Po shikoni, musliman nuk jemi vetëm na musliman pasuesit e Muhamedit, se këtu po del edhe Musa pas ka qenë musliman. Do më thënë s'ka egzistu jahudizmi, feja jahudizmi, pra nuk ka egzistu. Këtu po bjerë musliman, po thot Musa, edhe Isa, po thot edhe une jam prej muslimanve. Atëherë vetëm është bo një, si themi ashtu, një fanatizëm i muslimanve, edhe kur thojnë, thot, a peshe, në Kuran ka shkrujt, Isa është musliman, Musa është musliman. Filani Visteki, po, është musliman, mirë po, jo musliman i etapës së profetit Muhammed, po është musliman që në gjuhën shqipe i thuhet i nënshtruar. Kjo pra është. Pra, çdo njeri i cili është i nënshtruar Allahut, ai është i nënshtruar. Apo në gjuhën arabe, musliman. Apo ku ta di unë në gjuhën jevreje, si i thojnë, humble i thojnë anglisht, i nënshtruar. Anglisht i thojnë, tash unë s'po di si i thojnë jahudisht, apo ku ta di unë. Prandaj të nderuar miq, një fe kemi, dhe ajo fe është feja e paqes, e ndarë në për etapa të ndryshme, dhe na të gjithë krishtert, jahudit, musliman, varet sa jemi të nënshtruar. Na mundemi me qenë të nënshtruar, por nuk jemi besimtar sa është një krishter, sa është një jevri.
nuk jemi besimtar. Ama po qysh që të krishterët e kanë një fe tjetër? Jo, edhe ata e kanë fenë, emri i fesë të tyre nuk quhet krishtere, po quhet paqe. Këto janë interpretimet e mia, ama kështu bashkëpjuro të pastërta nga studimet e mia. Mund të keni kritika, por ja që unë jam e lirë të interpretoj fenë si mas studimeve që kam bërë. Prandaj, na mund të themi që ç'sh mundën mu kanë një krishter. Po, mundet me qeni nështruar sepse në Kuran shkruan ata të cilët prej jehudve dhe krishterve, prej ehli kitabit, pra pronarët e librit që i kanë zbrit libra, Tora, Zeburi, Injili, Tevrati, pra dhjata e re, dhjata e vetër që është modifikuar, shtubuma të tjerë, të gjithë këta pra mundën me qenë të nënshtruar Zotit, por ja që mund të kenë gabime me kalimin e kohës, të cilat gabime në besim, të cilat i ka përmbyll, i ka plotësu Kurani Kerim. Me ardhjen e Kuranit të gjitha librat e Zotit janë bashku dhe Zoti thot sot, o Muhammed, 72 ditë para se me ndru jetë, kur u kthy profeti Muhammed nga qabja, i tha, el-yawma akmaltu dinikum, sot e kam përsos fen dinukum, fen tuaj, dhe e kam zgjedh si fe për juve, fenë e quajtur paqe, apo në arabisht islam. Këtu janë pra ato fanatizmat që edhe vetë përkthysit nuk i kanë përkthy. Ka mund me shkrujt ai kur ka thonë Isa a.s. Ibrahimi a.s. Ene minel muslimin, unë jam o Zot prej të nënshtruarve, pse nuk e ke shkruar? Kështu pra të nderuar miq, hajde mos pritojmë edhe pakës 4.000, bravo, jeni shumë të mirë, Zoti ju shpërbleft, gishtat e juaj qofshin dëshmi para Zotit që keni qenë për fjalën e Allahut, veç kujdes se po mi theni syzat, bani tap, e keni sevap, se i kam ble, në realitet nuk i kam ble, po këto syzat bukra, i kam dhurat nga Optika Simoni, për ndryshe Optika Simoni gjendet në përballë fakultetit të Universitetit të Prishtinës, te katedralja, pra përballë e keni edhe në Prishtina Mall, edhe në rrugën B. Optika Simoni ka syza fantastike me çmime të mira, gjithashtu ju që shkoni përmes emrit tim e keni 10% liri. Kështu pra të dashur mi, aleikum selam, Zilba, mirë se na erdhe motër, Nora, selam, është paqe, po, seleme vjen raja e kësaj fjales është se le me, që do me thënë përshëndetje, paqja qoftë mbi ty, edhe seleme, pra janë rrëjsore, janë s-l-m. Të gjitha këto bashkëtingëllore gjenden edhe në fjalën islam, që do me thënë, i e në largoje, është zanore, s-l-m, islam, s-l-a-i-a, zanorja, s-l-a, zanore, m, pra, selam, selame, e tjera, kretë të kanë të bëjnë me paqen. Prandaj, feja jonë emrin e ka paqe, feja ime është paqe për të gjithë. Një person që e prezanton, e promovon paqen, ai është musliman. Qofti krishter, në gjuhën arabe, po e tham tash, qofti krishter, qofti jahudi, qofti kutadiun, të gjithë jemi krijesat e Zotit. Prandaj Zoti thot në Kur'an, desha harova, ehli kitab janë pronarët e librave të Zotit, sepse kanë zbritë shumë profet, mirë po ata që kanë zbrit me libra janë 4-5 profetet e mëdhej.
Davudi, Musa, Isa a.s. Profeti Muhammed. Dhe Ademi janë disa profet që kanë zbrit pra. Kaloni ju lutëm të TikToku i ri, pra këtu e keni mrapa, Iqbal BH Official, sepse do të fillojmë ligjëratën, gjithashtu çka keni me pyet diçka, masi ta lexojmë këtë gjyzin e 12, do të fillojmë me pyetje përgjigje deri në ora 12, inshallah këtu jemi 12 edhe një pse jo. Kurani nuk lexohet vetëm si roman, si që lexojmë romane tjera për të argëtuar, për të frymëzuar për diçka, apo për të mësuar diçka nga një histori, por Kurani gjithashtu nuk është edhe për me kalu kohën e lirë, por Kurani është një libër, një lloj bashkëbisedimi me Zotin e Lartësuar. Prandaj sa herë që lexojmë Kuranin, ne gjithmonë duhet ta ndjejmë prezencën tonë brenda në Kuran, sikurse me pa që një dorë po del nga libri i Kuranit, ashtu në mënyrë figurative pe shpjegoj, dhe po mundohet ty me të bindë se kjo është kështu, kjo është e mirë për ty, kjo nuk po flet vetëm për profetin Jezusin, Isën, Musën, apo për profetin Muhammed, apo për kohën për atë kohë, po duhet me ju drejtu Kuranit në atë mënyrë që na me gjetë një vetën të një verset kuranor, sepse të një pjesë e Kuranit, sepse shumica e njerëzve, sidomos ta që janë të huaj, jo musliman, ata e kanë gjetë vetën e vetë, e kanë gjetë pra në një verset kuranor. Për shembull, unë kur kam qenë e re, kam lexuar një verset kuranor, thot la yukellifullaha nafsan illa wus'aha. Do më thonë, Zoti nuk i randon shpirtat e tonë aq sa mundemi. Kjo i binte se me të vërtet njeriu ka dëshirë me bë ma shumë për Zotin, me kry punë ma të mira se sa çka kemi dëshirë, por ja që Zoti thotë mos u brengosni se unë nuk i randoj njerëzit vetëm atë sa mundet, ose thot inne me al usri yusra, fa inne me al usri yusra, që Zoti dyqysh na drejtohet neve thot, o Iqbale, inne me al usri yusra, me të vërtet, thot mas vështërsis vin lehtësimet, dhe prap thot, ve inne me al usri yusra, o Iqbale, o filan, o fistek, mos u brengos, se 2 herë po ta thot njëjtën fjalë Zoti për me të bind ty se mo beso o njeri se inne me al usri yusra, se me të vërtet o njeri pas vështërsive vin lehtësimet. Prandaj duhet ta cekin se sa herë që i bëjmë komentimin e Kuranit, çdo kush në i percepton versetet kuranore ndryshe. Qofse është shkencëtar, ai kur e lexon një ajet kuranor i vjen shumë interesant në atë aspektin më të lartë shkencor, çka ka dash Zoti me thënë, ju kom kriju 12 muaj për t'i matur kohën dhe stinën. Shiko, para 1400 viteve i pas ka kriju Zoti muajt, jo njerëzit sot që i kemi kalendarin gjorgjan. Do më thonë, stinët i pas ka kriju, e tjera, edhe një anvise e thjesht, që thot ndoshta priton me lexu Kuran, sepse ndoshta s'ka kryu shumë shkollë, provone me lexu, si libër leximi filloj ani nga dan, nga gjysfaqe, mos e fillo ditën tënde pa leximin e Kuranit. Besoni, mos e filloni jetën e juaj pas kontakt, connection me Zotin, sepse krejt esenca e besimit e bindjes është me ju përkushtu, me ju bind, me ju përull fjalës së Zotit.
dhe përmes përulljes me kalu në veprime, sepse ti nuk mund ta duash Zotin nëse nuk je robi Zotit. E robi e robneshat nuk kanë pagesë, po ata janë të ndëgjueshëm pa asnjë pse e dëgjojnë fjalën e Zotit. Prandaj të nderuar miq, ju që jeni dashamirë të librit, dashamirë të fjalës së Zotit, që Zoti juve sonte ju ka zgjedh këtu, ju ka zgjedh, ndoshta rastisht e keni lëshu TikTokun apo YouTube'un apo diçka sot, tash, momentalisht, po e ke lëshu e thësh, prit ta shikoj se çka po flitet, të dini, të jeni të sigurt se asgjë në jetën e juaj nuk ndodh rastësisht, sepse Zoti thot, në çdo çast e bëjmë një ekzistencë. Pra, në çdo çast, në çdo moment del një ekzistencë e re. Prandaj të jeni të kënaqur që sot jeni me neve dhe shpresoj edhe Zoti ta më pranoj këtë mundin që po e bëjmë, unë duke lexu thjesht, e ju duke më dëgjuar, duke pirë kafe apo duke pushuar. Njeriu i cili beson në Zotin, i cili është besimtar, ai kur nuk mund të bëj mizori, shkatërim, vuajtje, masakër, apo të jetë ashtu si që po e shkruan ti Fation Murati, përbindesh. Ndoshta s'pe kuptoj, kërkoj falë. Që ka ki tash me thonë, po njerëzit të cilët nuk i frigohen njeriut, nuk i frigohen ligjit, po i frigohen Zotit, ata gjithmonë janë njerëzit më të mirë që mund të ketë në sipërfaqen e tokës. Edhe na në psikologji, për shembull, kemi mësu dhe psikologët kanë vërtetu se njeriu sado që ka pas probleme mendore, psiqike, depresion, ankth, të gjitha këto i ka kalu shumë më shpejt nëse ka qenë besimtar. Prandaj e pat edhe në këtë gjyzin e 12 në pjesën e parë, që gjithmonë i kanë thonë njerëzve të Zotit, njerëzve besimtar, madje i kanë thonë që ju jeni gënjeshtar, apo në kohën e komunizmit na kanë thonë që feja është opium, na kanë kesh profesorët për besimin ton, jo lutni Zotin, e Zoti ju qet prej qiellit pulat e pjekme, e tjera. Pra gjithmonë ka pas njerëz si të kohës edhe të sotshme që thonë, që i thanë edhe Salihit, thotë, neve s'na duhet feja jote, ti thotë ke qenë njeri prej neve, prej popullit ton, çka u bë me ty kështu, çka po na urdhëron për një besim në një Zot tjetër, thotë, neve nuk na duhet feja jote, na hecim gjurmëve të baballarëve ton. Prandaj edhe sot kemi njerëzit që ndoshta s'kan qenë as pak të dobishëm për fenë e babës vet, e gjyshit vet e dojnë me shku, jo, po shkojmë na te fenë e të parëve, feja e të parëve t'juj as nuk ka qenë fe. Prandaj më vjen shumë keqe. Po e mirë, pa tjetër, shkruaj nëse mundesh pyetjen tënde. Po, Alina, një përmbledhje të lutem, po mendon për çfarë një përmbledhje? Për këtë surën, gjyzin që se ke mendu, gjyzi 12 pra ka të bëj me surën, tregon historinë madhështore të disa profetëve, nëse ke mendu Alina me këta, pra të gjithë profetët që përmenden në Kuran me historitë e tyre, me ndodhitë e tyre, kanë pas pothuajse të njëjtin problem, edhe si që kanë sot njerëzit predikus, qoftë nga krishterimi apo nga islami, pra gjithmonë kanë qenë ata të cilët janë fyë, janë etiketu si gënjeshtar. Mirë po, këtu e tregon në këtë gjysin, thot se gjithë profetet pas mesazhës që pas durimit ka me ardhë fitoria.
fitoria. Mandej është mesazhi tjetër se Allahu nuk e harron në robin e sinqert. E përmendëm edhe aty që njerëzit thotë o Shuajbi, njerëzit bëjnë kurtha, por ato kurtha do t'i kthehen atyre. Prandaj kur njeri është besimtar, i drejt, i sinqert, normal që njerëzit e këqinj ata nuk rrinë, thotë lumi flen në shtratin e vetë ndonjëherë, ndërka që njerëzit e këqij kur nuk flen. Kështu që pa marrë parasysh që ata që janë pa besimtar dhe që nuk besojnë, nëse na jemi të sinqert me veten tonë, na jemi të drejt, na jemi të bindur, na jemi të përkushtuar ekzistencës së Zotit, atëherë me do e mos Zoti thotë unë do t'i shpërblej për durimin e tyre dhe durimi i tyre do të shpërblet me fitore. Prandaj thot puna është e jonja, por suksesi është vetëm prej Allahut. Ndërka që në versetet më lart tha se Zoti nuk i shpërblen punë këqinjet përmes një punë të mire. Nuk i pranon jo shpërblen, por nuk i pranon veprat e mira përmes punë këqinjeve. Prandaj është gjithashtu thot Allahu, kur nuk e harron robin e sinqert. Gjithashtu mesazh tjetër ishte falja është virtyti i profetëve. Gjithmonë profetët kanë pas një shpresë, kanë thënë, okej, s'po merrni vesh, thot unë po pres, po ju pritni, po edhe unë po pres. Domethënë po i presim atë ndëshkimin e Zotit. Gjithashtu në surën Jusuf kemi me folë për ëndrat të cilat shumë ëndrat të disa njerëzve munden me qenë si udhërrëfim, domethënë si një shenjë se një person përmes ëndrës mund të udhëzohet. Prandaj flitet edhe për ëndrën e Jusufit a.s. Kristo mio s'po ju kuptoj zotëri çka jeni të shkruajt, po sidoqoftë është mënyra jote komunikimi. Patjetër, e mirë mund ta shkruash apo mund ta shkruash në 044 509 200. Unë e kam WhatsAppin qel, edhe ju kam thënë edhe herëve tjera, lirisht, nëse nuk dëshironi që pyetjet e juaja të dalin këtu haptas, ju mund të më shkruni në numrin tim 044 509 200 e pastaj unë do t'i lexoj, por normal do t'jem anonim. Pa emër, pa mbiemër, pa numër, pa kurrë. Kështu që lirisht unë kam disa pyetje prej herës kalume, i kam sejvu këtu. Një vajzë e re, tamam. Një vajzë e re pyet kështu, thot, unë jam e fiksume mas medikyr pedikyr. Thot, i kam vendosur qerpikt artificial, i kam vendosur thonjet dhe më ka thënë një hoqë që nuk pranohet as abdesi, po unë jam edhe pak besimtare dhe kam dëshirë me falë namazin. Shikoni, për ato vajzat të cilat e vendosin llakun për shembull në gishtat e tyre, edhe unë e vendosi kur shkojnë ndonjë ceremoni, ndonjë dasëm, mirë po me njëherë si të vi prej dashmës, ka acetison apo alkohol, kështu shkapi thënë, edhe e marrë edhe e pastroj thojin, edhe normal që dora është e pastër. Mirë po është një si zhelatin që ngjitet, ajo është bajagi një shtrese e madhe dhe ajo vështirë hiqet derisa të rritet thoji. Kështu që për me marrë abdes, nuk na pranohet abdesi nëse na e lajmë thojin apo plastikën e cila është ngjitur mbi thojin tonë apo një llak pra nëpër të cilin nuk kalon uji, po tash ka dalë një llak tjetër edhe këto të mbulumet i qesin, e cila është pra që mundet me kalu ujin në thonje.
Dhe pse duhet me u la mas marrëdhënies seksuale, apo sepse është abdesi i madh, e thoshte të parët e tanë gjyshion, nuk po në realitet në terminologjinë islame është gusl, që do të thotë pastrim fetar. Edhe pse nuk pranohet gusuli? Gusuli përndryshe merret pas marrëdhënieve intime burrë e grua. Pas elbete kanë pana jandër e tjera dhe detyrohen pra me u la. Pas lindjes, gusuli mirret, pas ciklit menstrual, pasi e kemi prekënit të vdekur, pas abortit. Pra kjo është pastrimi fetar, nuk është pastrim që ti i lanë kokën, trupin dhe u kry, por kjo është një ritual shpirtëror, fetar, i cili e ngrit personin shpirtërisht edhe pastron nga mëkatet. Sepse për shembull marrëdhëniet seksuale normal nuk është mëkat, por ka raste kur na bëjmë ndonjë mëkat edhe mirë është me shku me u pastru, me largu atë energjinë e keqe. Sepse njeriu e pse mas marrëdhënieve seksuale kur nuk është mëkat, se ki burri jot është me niqahin tonë. Sepse dashuria absolute, pra dashuria më e madhe duhet një taku vetëm Zotit. Por në momentin kur njeriu hyn në aktin seksual, normal ka dikush është i dhënëm shumë mas asaj dashurie, dashuria ndaj fëmijës, dashuria ndaj gruas, ndaj burrit e tjera, edhe besimi jon zbehet. Por edhe në aktin e marrëdhënieve intime, njeriu kalon në instiktin pothuajse si të kafshës. Prandaj kur e merr pastrimin, kur lahet me gusul, gusulin, vendosa në emër të Allahut me veçmendje thunë banjo, me u pastru fetarisht. Në atë moment kur pastrohet, ajo nga një krijes katërkomshe kalon në një krijesën, pra bëhet në njeri. Pra nga një pozit, ashtu themi, se krijesa nuk ndryshon njëjta mecesh njeri. Prandaj kjo pra është një ritual fetar, e cila edhe nga aspekti fizik është shumë i shëndetshëm për trupin e njeriut, sepse porët e lëkurës e lëshon trupin një lang, një yndyrë, një djersë e cila nuk largohet, ajo vetëm shtresohet dhe merr aromë jo të këndshme trupi, nëse na pas marrëdhënieve intime nuk e lajmë komplet trupin, flokët, madje edhe thonjët. Prandaj, nëse një vajzë apo një grua e cila ka marrëdhënie intime me burrin e saj, edhe i ka thojt e gjitura, ajo faktikisht sipas ritualeve, sipas normave fetare, nuk është e pastër, nuk mundet me fal namaz. Zoti na rujte, nëse një femër dhe një mashkull mas aktit seksual, natën e parë, ditë ka hec, ka punu, si ka kështu kujdes me shku me marrë gusul, po nëse hyn prapë natën e dytë e papastër, Zoti na rujt, mundën me ndodhë dhe lloj defekte tek fëmia që vjen. Prandaj duhet me i kushtu rëndësi këtyre gjanave që ndoshta neve na duken banale, por ja që Zoti e ka caktuar çka është e mira dhe e keqja, çka është e bardha dhe e zeza, për me mund me jetu të lumtur, me mund me jetu një jetë standarde normale me fëmijë të shëndosh e tjera. Por nuk do me thonë vetëm kjo, sepse ka fëmijë që lindin me invaliditet,
Por ka për shkaqe të ushqimit, për shkaqe të vakcinave. Ka raste kur me rastin e lindjes mund të dëmtohet fëmia e tjera. I vakcinat gjithashtu të çdo organizëm nuk ndikojnë një lloj, kështu që janë disa shkaqe pse edhe kemi apo ndoshta rinia për me u tregu më të fort para gruas së tyre, përdorin lloj medikamente stimulizues apo përdorin besa edhe alkoholin, drogën, e normal që ai fëmijë, duhanin gjithashtu e dëmton edhe nuk e bën të përgatitur anin e gruas, pra mitrën e gruas është më e dobët e një gruas një vajze e cila ka pi cigare 7-8 vjetë edhe një vajze e cila kur nuk ka përdor cigaren e tjera. Edhe kjo ishte ajo pyetja për gusul, kurse si nuk guxon me i qitë thonjet artificial, medikyr, pedikur që e the këto. Një çun apo burr po shihet që është më i vjetër, tregon po thotë pse nuk kam dëshirë me fal namazin, kam fal kur kam qenë më i vogël, por tash jam 28 vjeçar dhe nuk më tërhek namazi. I nderuar E.M 01 në fund, telefoni, përgjigja është për ty, pse nuk të tërhek namazi, ke fal, edhe tash thu që nuk të tërhek namazi. Do me thonë, atëherë kur ke fal namazin, baba edhe nona jotë, si fëmijë, nuk ta kanë tregu rëndësinë e namazit, po vetëm e kanë bërë që ashtu në praktik, u luqohu, por nuk e pas lezetin e namazit, normal se ke qenë ma shumë fëmijë, pastaj je angazhu, je rritë, nuk ndoshta ke dalë jashtë shtëpisë, nuk e jetu ma me nanën me babën, edhe ke fillu me humba të rutinën e fëmirisë që ke falë namaz. Dhe tash ti thu që pikme, thot unë jam tash 28 vjeçar dhe do më thënë nuk ka dëshirë, pra nuk e tërhek falja e namazit, por shiko, mjafton që ti e ke shkrujt këtë pyetje dhe mjafton që kjo po të brenë në shpirtin tanë. Do më thënë, nuk po më tërhek, e kini breng këti pse s'po tërhek me fa namazin. Problemi mundët me qenë, pra ti duhet njerë të lexosh apo të dëgjosh ligjëratat e ndryshme të preferoj në kanalin tim Iqbale Huduti, në playlist shkor aty namazi, e ki përveç namazit në praktik, po ti po e di ke praktik, s'ke nevojnë praktik me këshur se namazet e mezhebeve janë njësoj, por për para këtyve 5 epizodave që janë praktika, si me falë sabajin, drekën i qindin, akshamin, jacin, ti mundesh me shku në playlist namazi, aty ka disa epizoda, ja 10-15 epizoda, si me kriju shpirtin adhurues. Do me thonë, ti e adhuron Zotin, e beson Zotin falë, ti e beson ekzistencën e Zotit, ti nuk je pa besimtar, por nuk e ke kriju atë shpirtin tënd me qenë adhurues. Për me qenë adhurues, ti duhet me qenë i bindur mirë, për me qenë i bindur mirë, duhet pak me lexu rreth Kuranit, rreth fjalës Zotit, apo s'paku me marrë me i dëgju këto videot, rreth namazit, me ditë arsyen që ti kur thu kështu Allahu Ekber, çka do me thonë kjo? Që do me thonë Allahu është i madh dhe krejt çka ka prej meje, unë tash
po i gjuaj mbrapa meje, sepse Zoti thot, o robi jem, thot, më lërë mua në namazin tënd, se thot, unë aty e ndi, do me thënë, unë aty e ndi vetën. Ku është vetë? Në qështu i shkruaj disa gjona, ju mos u dëshproni për atë që ju ka kaluar, por edhe mos u gëzoni së tepërmi për atë që ai ju ka dhënë. Ky është verseti kuranor, surja 57, ajeti 23. Interesant, Zoti që po na thotë. Mos u dëshproni për atë që ju ka kaluar, por edhe mos u gëzoni së tepërmi për atë që ju ka dhënë Allah. Kështu pra njeriu lirohet nga skllavëria ndaj gjithçka tjetër dhe nuk i nënshtrohet askujt. Dikush për shembull i ka pasion me pas veturat, ka 50.000, ka 100.000 euro. Edhe më besoni një gërvishje me ja bo një fëmijë apo diçka ose një prekje ose është në gjendje me mytë personin tjetër. Sepse ai e ka ble atë shtrejt atë veturën e vetë, atë shumë o gëzu kur e ka ble sa që një gërvishje e vogël ato e shqetëson. Prandaj edhe kur mos lejoni sendet e vdekme që janë shtëpia, vetura, syzat, diçka, laptopi, send, u ka bo një gërvishje, u ka bo një prishje, mos e lejoni ato juve me ju robru. Se robreshat e robët, ata nuk kanë pak, ata vetëm punojnë çush i thot shefi. Prandaj, mos e lejoni vetën e juj që me të robnu një vetur. Po diçka që u bo, por merë ti atë veturën tënde, robnoje ti vetë. Po që shpreme në robnu? Me robnu, e ki një motër ma të varfër, e ki të ka ardhë me ne, për shembull të shtëpia. Mos e le atë motrën me shku me taksi, mu këthuj ajo të shtëpia, po thuj hec motër, qyti fëmit, hec vlajt të dërgoj të shtëpia. E ki një nona është e vjetër, mos e kurse benzinin edhe veturën, se një dit nonën nuk i me pas, po veturën prap e ki, po ajo ty të ka robnu, prandaj ajo vetura, ajo të maqarlëki jote, ajo robnia jote që të ka bo, ajo vetura, ka me të dhonë një ndjenjen shumë të zbrazët në zemrën tënde dhe ki me qenë shumë pishman, po mo telefonin nënës tënde nuk ka me cingru të ti. Veç ki me pa emrin, ki mja pa fotën, po telefon nuk ka. Nuk ka me cingru pra telefoni i nënës tënde. Prandaj duhet këtë jetë na me robnu, e mos me lanë që neve me na robnu kjo gjonat e kësa jetë. Mere, shfrytzoje, knaqo, me vetur, me krejt që ka ki, bëne një pun të mirë, ta ka dhënë Zoti pasunin, ta ka dhënë shëndetin, mere. E kështu me radhë. Diçka mu si për babën, po edhe baba, po mësë bëni gjelozi ose nëse doni me pas një familje të lumtur, atër bëjeni nonën të lumtur. E tash edhe baba normal e ka pozitën e lartë në xhenet. Që ka thot Zoti, një prindrit të cilët i edukojnë të ri vajza, kanë me shku në xhenet, këtu nuk thot vetëm nona apo vetëm baba, po të dy prindrit kanë me shku në xhenet. Kështu që edhe baba lartë kanë rolin e vet, primar bile mundi me thonë, sepse ai ka mu përgjesh të Zoti, a ka pas me hangër me pi, strehim, ngrohje, ushqim, qëto sendet, si kurse te ajo piramida e Maslovit, ushqimi, strehimi, e shëmbatja, liria, siguria, për me artë e vetë realizimi, me njoftë pak vetën kush jam, socializimi, o socializu e tjera tjera. E prindrit si
nuk japin hisën vajzës. Prindri çka punon, nuk punon vetëm për çikën, është e vërtetë Alina. Ai punon vetëm për djalin. Prindrit e tonë kosovar nuk punojnë për çika, sepse çika është robi huj, nuk është shtëpia babës, shtëpia e saj. Po ajo është robi huj, po kjo nuk është prej fesë, interesant. Po është prej traditës, prej prapambeturisë, prej mentalitetit shumë turt, prej kanunit i cili i ka mësu se vajza është robi huj dhe të trashëgimia shkon vetëm përmes vijës linjës së mashkullit. Dhe sot ende njerëzit ndoshta falin 5 vakte namaz, edhe e din që me pas që broshën me pas, ose diçka një pull me pas të hujen në trupin e vet, namazi nuk i bëhet kabul, e lene marë që vllaznit e përdorin hisën e motrës, po problemi është e baba, sepse baba është ai i cili ka punu edhe për çikën edhe për djalin. 30 herë në qabe ka shku, çikës nuk japin kur zha, kur një sent. Bravo. Një rast po ta tërgoj vorraxhia e pas keni emër interesant. Du të mja ndreq varrin e djalit, nëse vërtet je që i rregullon varrezat, lajmëroju 044 509 200, po du mja ndreq varrin e djalit me mermer, e bisedoj. Shiko, shkon një ditë profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi to dhe familjen e tij, e sheh njerëzit mas qabës, pe prekin, pe puthin gurin e zi, ata, këta, edhe ky rrin si anësh, edhe thot, he moj qabe e bekume, thot, për mu, ma i bekum është një shpirt i një njeriut se sa guri jot. Çka do me thonë kjo? Kjo i ka tregu shumë atyre njerëzve. E kote keni në qëfse ju keni ardhë me adhuru Zotin, me respektu, me puthjen e juj, derisa në jetën e juj keni pa drejtësi. Për që ato thuhet nuk shkohet në qabe me parët haram. E ai vllai që shkon 30 herë në qabe e ka kriju pasunin e vetë me themelet e haramit, e motrës ja ka nda hisën sipas kanunit të Shën Stefanit, Stefan Gjeqovit, ja ka nda hisën, i ka thonë motra, po heki dorë prej presionit, prej frigës, prej marrës, prej frigës mos po më qetë burit të qaj vlla duhet me shkua, se me ndonë zoja që edhe në ndafsha prej burit e kom vendin teme, e kom banesën teme, e kom dhomën teme, s'paku një dhomë e kom të vllau. Ajo nuk është dhoma e vlaut, po është hisja e babës. Prandaj profeti tha, moj qabe e bekume, për mu është maj mirë shpirti i një njeriut se sa guri jot. Prandaj është e kota ta vllaznit që shkojnë në haxh, e nuk folin me motrën e vetë. Është e kota ta vllazën që falin 5 vakte namaz, e falin përmbi në dhomën e motrës vetë. Edhe një dhomë me i qilu 4 me 4, ti si vllaz, ki mundësi m'ja dhënë hisën, s'ki tjetër sent, po ki qatë dhomën, ti ki m'ja ba dyqysh ki me improvizu, ja do shkall, ja do një banjo, një mini kuzhinë të vogël, që burri motrës tënde me ditë që nëse nesër mas nesër votra jeme ka probleme me atë burrin e vetë, ajo e ka derën qelë. Ama derën qelë jo të nusja vllavit, se e ngren hundën, e ta përmend, jëm që me sabat, ku mba lokumat, ku mba ata, ku mba këta, apo kuptoni, po ajo shkon, ka nevoj njeriu për me ustrehu, ka nevoj për me nejt vete. Prandaj është shumë e shëmtuar për njerëzit e cilët ja keq përdorin të drejtën e motrës. Jo, po që ajo ma ka falë.
pse ty me ta falë ajo kur Zoti nuk ta ka falë? Zoti ka thënë dajeni 2 pjesë vllaut, 1 pjesë çikës, e tjera e tjera. 2 familjarë të mi do të shkojnë në haç këtë të diele. Shumë bukur, Zoti inshallah kabul ja bën, inshallah kthehen me murade, po e kryen një obligim, sepse është obligim fetar në surën Maide shkruan, Zoti që e ka bë obligim për me shku në haç. Mirë po që është bë haxhilloki si vjet s'di sa, po vjet ka qenë gati 7.000-8.000 euro me gjatë dhurata, shkoj ke bile ma shumë. Kjo është një tmerr që po i bëhet popullit ton shqiptar nga Bashkësia Islame e Kosovës. Sepse nëse shkon përmes Turqisë, që nuk është Turqia, hajde prej këtu deri në Turqi, e ki veç një bilet aeroplani që kushton hajde 150, hajde 200 euro, ama prej Turqisë me shku deri në Medine, kushton vetëm $3.000, që do të me thonë as 2.500 euro. Ndërka që na, me këtë standardin e ullë që e kemi, na shkojnë Bashkësia Islame e ka marrë monopolin e vetë dhe lunë me qytetarët që shdon, e kanë bë 6.500 euro, 7.500 ka qenë vitin e kaluar, si vjet nuk e di, nëse dikush e din shkrune, ama kjo është tamam fen, e kanë bë biznes, edhe në vend se me pas pak ma t'ullë çmimin, 2-3.000 euro që shë kanë në Turqi, me 7.000, merreni me mend 7.000 euro, a me qato biletat ti mundesh me shku me 600 euro, me marë hajde 700, hajde 1.000 me shku me ardhë bileta është, ndërka që ata atje ka ushime, s'di. Kjo është një korrupcion që ja bën Bashkësia Islame besimtarve. Për shembull, unë kur kam shku në haç, nuk kam pas mundësin, kam qenë e re dhe në realitet e kam pas mundësin se ishte vjet 5.000 ka qenë, mos je gabim Alina se unë e sa e di edhe vjet ka qenë 6.500. S'ka shansa për 5.000 nuk kam dëgju, po 6.500 vjet ka qenë, po si vjet nuk e dita që të është ta mandur 7.000. Dhe është të merë i madhe që njerëzit në vend se me 3.000 euro kishin mund dyqysh, po mici, po thotë gati 7.000, kishin mund dyqysh me 3.000 euro njeri i mledhë që thënë për 3-4 vjet, ka 10 euro, ka 300 euro mi pas në muja, 200 euro në muj, i mledhë dyqysh 3.000 euro që shka qenë. Ama 7.000 euro plus atje ekstra ki, në qo se donë me shku në Gjebelunu, në qo se ani, qo se këni. Kjo është merë që ka bohet me muslimanët në Kosovë. Po këto i pasën qaftë në internava, se ka njerëzi që vujnë, ka në ditë e natë, e kishin mund dyqysh me 3.000 euro si turqi që po shkojnë me $3.000, që 2.500 euro a i bata si bata. Gjithaj popull po shkon me $3.000, ndërka që na populli vogël, edhe numrin e kemi të kufizum, nuk mundem si mas miliona, sa miliona vetë jemi, ata të caktojnë që ka që njerës ki të drejtë si vjetë me pru për haqë. Edhe kur nuk mushët numri për haqë. Ama ti shkon valirë, kishin shku edhe rinia, sepse pleçni qka po të duhet haqë. Pleçni s'ki qka me lutë Zotin, s'ki qka me kryo obligimin, s'ki qka keme ngrit zonin kunder pabesimtarve. Në milionat. 85 në milionat. Po pra, në miliona është puna tu, nuk silët, e kanë bo biznis vlajeme, e kanë bo biznis haqëllakin.
të merë. Alina dhurata që ka marrim, po dhe popti, pa tjetër me shku në haqë, pa tjetër duhet me blena i dhuratë njerëzve mi me të kujtimi. Une kur kam qenë Alina në haqë 1995, na kemi shku me autobus. Autobusi ka qenë Erhan Turs, 2 kaqë. Edhe me qëllim kemi shku me autobus, jo që s'kom pas pare, po kom pas dëshirë me pa, kemi kalu në për Sirin, në për Turqin komplet, Sirin, 4 dit kemi shku edhe 4 dit jemi këthy. Po jemi nalë edhe në vende, kemi flejt në për hotele, ka qenë knatësi, po bileta ka qenë 800 euro sa e di. A me aeroplan ka qenë 800 marka. A me aeroplan ka qenë 3100-200 marka në atë ko, marka Gjermane i të ishin. Edhe ndeso jemi knaqë, me 800 euro kemi shku, po tash 8.000-7.000 euro, kjo është absurditet. Po Allah i ka thonë, nëse e kini pozite dhe keq përdor, ta ka besu populli, ta ka dhënë votën për më konë kryeministër, mufti, bashkësisë islame, presidente, dhe ti thote keq përdor atë pozit, si që ka keq përdor njëna prej presidenteve tona, me ato shqetësite, takimete, që se janë vërteta, prej asaj që ka shohim, se zgudzojmë me fond ma shumë, se stu me më katu, po prej asaj që kemi po, dhe thot, nëse ta beson Zoti populli një vot, një pozit, qofte edhe në shpi tonë, dhe je i Zoti shpis, edhe ti e keq përdor burnin tonë dhe patronazhin tonë, që je Zoti shtëpis, thot Zoti nuk ka me ta marrë shtëpin e në shpirtin pa të turpru, pa ta që marrë. Prandaj krejt edhe ata lidere, presidenta e kryeministra që e keq përdorin besën, votën e popullit që është e shenjtë, vota jeme është e shenjtë, unë ty ta kom besu për me fitu edhe për me në ngrit neve që jemi tatim paguesit e këtij shtetit, që pa neve as ju s'kishit mund, pa tatimet e tona as ju, si ministra, presidenta, kryeministra nuk kishit mund me i pas ato pagat e juje të majme e të deputeteve gjithashtu. Andaj thot Zoti, nuk kom ja marrë shpirtin pa ja që marrën. Prandaj unë habitem se si nuk frikohen prej Zotit. Ka deputete, femra, sidomos në parlament, më besoni për 7-8 vite me radhë, jo po e thom hapta se kom me thanë, për shembull Labinote Murtezi, ajo ka qenë një 2-3 mandat, 2 mandate ka qenë prej partisë së drejtësisë, me këtë Ferita Ganin, doktorin i cili u burgosa, që ka murë në pyetje për korupcion, dishka në mjekësia atër kur ka qenë kryeministër. Jo veç është gjyku, ka qenë minister i mjekësisë, i shëndetësisë. Dhe për Labinotën për shembull, se duhet me tregu një të padrejt që i bëhet popullit, populli ja ka besu votat Labinote Murtezit e partisë drejtësisë, sepse dhe madje ka marrë ma shumë se vjos se kjo që shëpati emrin bre kjo që ishte ambasadore në Amerike, PDK-s, Qitaku, Lora Qitaku, po. Lora Qitaku, do më thënë, ka marrë Labinote Murtezi ka marrë vota ma shumë se ajo në histori nuk është njoftë të parlamentit Kosovës që është kriju. Dhe besoni mandej, kur e pa që partia drejtësisë u shumë, duket se ka hy në vetë vendosja, ma ka hy si me partia, ka hy, unë e di si deputete, prej vetë vendosjes, jo prej partisë drejtësisë, edhe që është bre që për 8-10-12 vjetë, një fjali nuk e kom dëgju, se një ndjeki ato seansat kur bëhen në për parlament,
një fjali, një deklarat, një ide nuk e ka dhënë. Lene që përmes Partisë Drejtësisë kur s'kanë folë as për mësim besim, as për mbulesën që vajzat e vogla, vajzat në përshkolla kanë pas probleme, lene që nuk kanë folë për që ato pikat që partia e tyre është njoftur për qëndrimin e tyre fetar, por madje as nuk ka dhënë një deklarat për diçka. Pra habite ma që shi marrin gjitha të paga ka 1.700 euro vetëm shkojnë seansa, vinë, kënaqin, shëtisin, që aty e ngrejnë dorën, e ullin dorën kur një shfar kontributit nuk japin sistemi e ka bo vetë me hec puna, e tjera, me shku me hangër dreka, po besoni që Allah i thot, kom me i turpnu, shpirtin s'kom jamar, pa i turpnu ata persona që e kanë keq përdor pozitën e tyre që ja ka dhënë populli. Çdo kush, çdo njëri prej tyre, qoftë edhe vllau i. Prandaj me të vërtet është shumë e dhimbshme kjo gjendje. Marka, jo euro, po. Andi ka qenë atëherë 3.000 marka. Me aeroplan, ndërka që me autobus ka qenë 800.000 euro. Marka, prap. Një ngvale një autobus kur kam rrinë qave, ju kanë thonë pritni se ju jeni me pare vitrash. Po, çka së ndodhë, çka ndodhë. Po, e mirë është tash është si pas dëshirës me shku në haqë, mirë po nuk në haqë nuk është puna e dëshirës, është puna që ti duhet me pas mundësin për me shku në haqë, se haqë edhe umra kanë dalim. Me umre mundesh me shku 1.200 euro, mërë po aty nuk e ke kry obligimin e haqit. Haqillëki në kohën e duhur e ka bekimin e vetë, e ka pranueshmërinë e vetë, dhe e ka arsye sepse Zoti e ka bë urdhër, thotë mblidhuni dhe të bohuni muslimanët dhe ngritni zërin e juaj kundër shtypsve, edhe pse atje nuk e ngresin sepse kralat e Arabisë me mund as për Palestinë nuk kanë bë. Ata kanë pagu nga 8.500 po pra. Faleminderit Mickos. Është e vërtet se nuk flenë në haqë. Jo, Alina, unë kam fjetë në haqë, mirë po kam shku me një grupë të grave të Prizrenit, edhe kur kemi shku aty, normal me autobus atër, para sa pi bjerë, 95-ën, para 30 viteve, do më thonë, unë kam qenë 27 vjeqare, buri 29, 2 fëmijë kemi pas, dhe kur kemi shku me autobus, vërtet ka qenë ma lirë, po autobusi ka qenë shumë pastër, shumë mirë, po vetëm në ato hotelet e tymve që kemi shku, vërtet na kanë konsideru si njerëzit e vitrave. Dhe na kanë dhonë, interesant, ka pinini ju këto muhabete bre, dhe na kanë dhonë ato dhomat me ka 7 veta, me nga 5 veta dhomat, kanë qenë, po para 30 vite, synxerat kanë qenë që kështu shumë të hollë dëdhim ke trupi, edhe normal gratë tona, merreni me mend, kanë marrë gjygymat me qaj, prej Prizrenit, edhe unë isha ma e reja, edhe ata thoshin, hajde nuse, qu na qitë qaj. Thash, valla, unë këtu ku marrë me bëj badet, me shku në qabe, me shku me vizitu vendet historike, pa aty me su një thueshëm, e burin teme kanë da me burra tani, edhe i ma i ri, thoi ke hajde bon ma shtyp ma kamën, shtyp ma shpinën, sepse atër kanë shku veç plesht, edi, vakti ka qenë ala si komunist, atër s'kanë shku të rritë, na emi konë për ma të rive, se fëmija as viken së konsiderim,
Edhe kështu pra, edhe unë I thash burrit more Lene, thash shikon problem kur po lahëm, sepse kur u lajshem, aty përmi kokën time, në banja përmi, ti kënena u lajshe këtu të pike, tak në krye, tak në trup. Tash s'po e din ai uja është I pastër, a është I banjës, a është I faktikisht I dyshim. Edhe thash burrit, more, thash ka ku mardh unë në haq, ku mardh, a ku ka mardh, thash. Edhe Lene thash që po më pik uji kur po lahëm, po plus edhe këto gratë po lypin, thash kanë marrë djath sharit, kanë marrë gjygyma, thush se kanë shku në piknik. Po hajt mere që aty naj kesice, naj sen, me qese, pije naj qaj, mos këshyra të saltanatët e Prizrenit. Edhe ti thash burrit, ja thash unë s'mundi me nejt, kishim pare. Edhe shku me murëm ekstra një dhomë, vetëm unë edhe burri. Normal janë ato ditët kur nuk mundesh me pas marrëdhënie, po kemi flet veç e veç, si vlla e motër. Dhe kështu pra të nderuar miq, edhe dola thash më falnja, po vetë me vete, se s'unë I thojshëm kishëm turp, mare e re, ato mu dhim shenja, ato plaka, thash më s'ku marrë vetë me vete këtu me ju qitë qaj juve çdo sabah. Shu që ke pas edhe kom me flet, po une drejta me thanë, unë jam nda prej grupit, kom shku me një grup iranian kanë qenë ata, edhe këtu ishin prej Kosovës, ata ishin prej Iranit, unë e disha edhe gjuhën e tyre, edhe turq ishin gjithashtu, edhe çdo ditë ka pas konferenca, sepse haxhi është me shku si lloj konference, jo me shku nëpër dyqane, nëpër sende, zoti madh. Kishin marrë atër ka 7-8.000 euro me ble 2.000, se 2.000 janë të mira. Au, Ducati 24 karat. E kështu pra, ishte interesante, shumë një përjetim interesant. Edhe më pastaj dola me burrin, edhe shëtiqim gjithë natën, se ditën shumë vështirë, shumë nxehtë. E shkojshim natën, e shëtiqim drita Karmos, e rregullume. Shkojshim gjithë natën aty, është qabja, janë edhe 3 rendet balkonave. Faleminderit që I halveti, Allah I gëzoft. Edhe ishin ato 3 rendet e balkonave, edhe që aty e mirëshim me veti nej gjemper, nej send, se natën në bëjke pak frike ftoft. Edhe kur të na vike gjumi që aty e qitëshëm që gjemperin edhe fleshim, sa e balkonat e mdhaja, krejt që shërëthojnë komplet qabën. Ndërka që kur shkojshëm në sabah aty në banisë, ha, ti ku po shëtitish natën? Thash me burrin tem, po shëtis. Dhe më thënë, edhe atje kishte para gjykime, ku po shëtis natën. Kishte normal që flenim edhe atje, po gjumit hik pre asaj këshëris, pre ati, shme thënë, asaj dëshires me pa, ushka ka me pa nesër, ku ka me pa. Po katastrofë, taksistat ishin analfabet. Po thonë para 30 viteve, tash ndoshta janë më ndryshe. Edhe na kur I pyetshim ja do vende historike, a di që na thoj kaj? Asfalt. Kur thëshin asfalt, ku është lufta e Hendekut, ku është ajo lufta, ku është bo kretat historinë islame që I kom pas mësu, edhe I kërkojshim në ato vendet. A I më thoi kemo, asfalt, ato s'kanë nevoj, qka për duen, ato janë vjetra, që sa mire kemi bo, mermer, asfalt. Katastrof njerëzi, mentaliteti zero. King, ajde te nona jote shko, Kingi, thuja që ato fjallë. E, kështu pra të dashur miq, s'kish ka me banë. Thojnë boshnjakët, thot, moj kjo bot, ma shumë hajvan se sa insan. Edhe une, sa ma shumë pi njo insant, qa që ma shumë pi du hajvan. Natën, halme.
E të dashur miq, tash edhe qika po më flen, buri po flen, edhe une po du me flet. Faleminderit që ishit me mu, inshallah shihemi në të martën e arshme, sepse këtë tajt e kom disa misafir shumë me rëndësi, mirë kishte me qenë prezent, por nuk mundem se kam me pregadit një dark, po në qose mundem, qose shkojnë ma herët, s'po ju premtoj, po tajten mundem me këndu, bashk lutjen e Kumelit. Faleminderit që ishit, më bëni follow në TikTokun e ri, pra Iqbale këtë me pavi portokalt apo kuqe. Edhe vetë po e shihni se të ky TikToku i ri jam duke qitë pak ma shumë video, por shumë e kemi duhet ta keni edhe ju me rëndësi që të ndiqni, je knaq me lajka. Jo bes s'kam qef lajka, po lajkat kur e bon like tu me zemra, atëherë këqyri 21 veta e janë të këqyri, në qëse këqyrim këtu në prapavi, sa vjev, sa kur ta nali, gjithmonë ndalin 2-3 veta që kanë ndjek, disa ma pak, disa ma shumë, disa kanë ndjek, po kanë nejt prapa petës. Kështu që këto lajkat janë shpërblim për juve. Duart rokitjet edhe ato lajkat që t'jellin famë, ato janë shumë provokative dhe janë shumë sprova të mëdha, sepse njeri jo mundet me u rrit mendja, që mu që po ma bëjnë like, që unë e kështu, që anena kënena, edhe ma në fund fillon ai egoizmi jot, edhe gjithmonë kërkon duart rokitje, po najher njerëzit edhe gjujnë këpuca. Kështu që njerëzit e famë shumë mas keshti që e përjetojnë këtë famën, sidomos këngëtarët e të tjerë që nuk janë besimtar. Prandaj po ju njoftoj se gjitha informatat i keni për ndryshe në Facebookin tim, por po ju njoftoj se të dielën mbrëmje në ora 9:15 e keni një emision shumë interesant. Maca po lyp me dal, me shku me ba nevojen, se më del jashtë kjo macë. Prit zemra. Dhe kërkojnë do me thënë me dal në ora 21, 9:15 në mbrëmje në ATV, e keni një emision, unë jam aty, ndikimi i reality show në shoqërinë tonë. Besoj se kom dhënë mesazhe të forta. Faleminderit që ishit, se maca po më bën zhurmë, po kërkon. Me mbrëma user faleminderit, po kërkon me dal jashtë, se e kam mësu me bo nevojen jashtë. Natën e mirë e Zoti ju gëzoft, shihemi. Anonim, na bon një pyetje. Okej, vetëm një moment, shkrujem. Mac? Çapodon, çaki. Osha të mira. Osha të mira, ja. Hajde, shpirti. Hajde, shpirti. Hajde. Që të dashur miq, maca ime e madhja i ka bo 4 kutele. Maca të vogle. Hajde zemra. Hajde zemra, se s'po ti nguci unë e ty bebushat e tua. Hajde. Që të e kam gjanin, që kjo është gjani jem, o shpirti jem, që gjanin ku e kam, ku je gjan, ku je zemra, ku të kanën ushi ty, shumë bre unë e ty po du, që ku i ki kutilën tënde, që nja, që edhe kjo është e mire, që edhe 2 tjera ato po flej. Qere, që sa të mira i ka macat. Shumë e kem një macë të pastër, të mirë, e urtë, edukuar, nuk më bën probleme. Jam e interesuar, pyetja ishte, jam e interesuar për
korniza ruza me qavën. Valla, keq aty te 4 lullat. Aty ka. Ka aty pa problem. Zemra. Që. Mos mi prek këtu. Mos mi prek sustat e kompjuterit. Që. Ku jeti zemra? Se je e mërzitshme, a? Pa ta kom prish unë ty gjumin, a? Qëtë macën, mi ka bo 4 macët vogla. Kuku sa të mërzitshme këtu. O, sot. Ka më t'i zuni. Ti shumë një shtriti. Që. A e ka macën e bukur. Oh, moqo. Oh, maqa ka ndeshëm. I kam dhënë me kret. Me që duhet pa tjetër. Valla s'po di juzer. Që atje kite gjamia të 4 lullat. Aty janë dyqanet e këtymve vllaznive musliman. O shpirt i vogël. Katërteni. Sti të nuna jote qëtu të nuna jote ri. Edhe ti që ka e një bo sherat e vegjel ju. Që ta e kam dhanë një vajzës Suela e ka e më. Gjoni. Oj, qa e bukur, more jeti. Oj, shqit si të mija ti ka në gjyrën si temen, që kjo është, unë e kom e majtë për veti. Që ta kom e majtë për veti. Edhe nonën e vetë. E 3 tjera i kam dhanë. Shkruni vrap ju pëlqen macat e mija, po jo. Që i ushen me qumë, është ala është i ush. O zemra jeme. O shpirti jem. Hajde shpirt. Hajde kaloni. Hajde shpirt kaloni. Natën e mirë. Çfarë si të bukur i ka. Hajde. Hajde edhe këtë tjetrën. Që edhe këto e kom dhënë. Edhe këto e kom Suelës këto e kom dhënë. Suela, që ose ndjek drita. Që Suela? Për ty. O gjemër. O shpiti. Gani faleminderit, çfarë maqori, bobre, maqor është, vetëm që ajo lara, natën e mirë juzer. Krishti, faleminderit Alina, natën e mirë. Ju dua shumë, motra dhe vëllezër, Pemi të dashur, largu macat se me bo trup kokra. Se bre macat janë, çka ka dhënë veganveri, janë ma të afërmta me komunitetin e njerëzit. Janë shumë të bardhë, të mira, të pastra. Kur e gërvish derën, e gërvish koltuqin, edhe as në zallin ja kumple, as në zall nuk del jashtë, lyp me dal në borë. Që është e pastër ti s'ta merr mendje. Okej të nderuar miq, faleminderit që ishit me mua, hajde natën e mirë, ju përshëndes, faleminderit që më keni ndjek, ma bëni follow, shihemi ose të ejten, ju lajmëroj një ditë përpara ose një 3-4 orë
sipas mundësisë, po kryesisht të martën do të jem shumë precize, po vetëm ndaj punë tepër që po m'del, s'po kam atë kurajën mi thon dikujve, apo kuptoni që e kam life-in e mos hajde, mos andej. Natën e mirë, ju përshëndes.